gjithë kjo festë e bekuare Kurban Bayramit, duke lutë Allahun e madhëruar të mbizotëron paqja, rahatia, lumturia, komuniteti, dashuria, mirësia mes gjithë anë e botës njerëzimit dhe muslimanëve në veçantë. Hoxh, pra në tregon pika shkurta çysh është një festë e Kurban Bayramit në Strug, në xhamin ku ju bani si imam, por edhe në qytet, por edhe në familje kështu me radhë. Është mëse vërtet se festa Kurban Bayramit pothuajse në çdo pjesë të botës besimtarë dhe muslimanë ndjen një kënaqësi të madhe, një ashtu edhe në qytetin tonë të Strugës, vërtet ishte një ambient i mirë, ku e shoqëronte buzëqeshja, gëzimi, reflektimi, prindrit me fëmijët kanë marrë bashkërisht në xhami për ta falur namazin e Kurban Bayramit. Është e papërshkrueshme, është ndjenjë e mirë, kënaqësi e madhe është. Për gjithë, edhe unë si imam i xhamisë, normal kur e shikoj xhamatin reflektojnë, është një gëzim i madh, numri goxha i madh, jashtë i zakonshëm, jashtë festave tjera, jashtë ditës së xhumat, kjo me të vërtet ngërthen një mbresë të madhe, një kënaqësi, vetëm tham Zoti e bëft, jo vetëm to, po gjithë jetën Bayram dhe festë.